Begja kaloi në arrest me burg. Pse? Sepse Begja, me idiotësinë e tyre, se këta janë edhe paditur, merrte dhe fliste me telefonin e shoferit. E u përgjuaj gjitha. U përgjuaj gjitha e morën e futën mërë. Tani unë nuk e di se si pranete nuk duhet të ndërhy në atë veprimin që bën Spaku. Dhe mua nuk më intereson se Belinda ka vjedh 5 lekë apo ka vjedh 100 lekë. Apo ka vjedh 2 milion lekë. Ato i zgjedh Spaku, i zgjedh gjykata. Nuk i zgjedh unë. Unë e godas politikisht. Unë shoh politikisht që ndodh. S'më interesojnë mua gjërat si që mendojnë këta, dëgjoj, se kanë vjedh, na doli sot se ka vjedh edhe këtë, na doli nuk pa që qenë 50, por pas ka qenë 60. Qa më intereson nuk kjo? Unë nuk jam unë personi që e nxjerr këtë. Personi është gjykata, prokurori. Ata paguan për atë. Nuk paguan mu për atë. Unë bëj një analizë politike. Dhe politikisht, kam qenë korrekt deri tash, besoj. Po, jeni koherent me logjikën. Jo me kot humora. Po gjithmonë bëj atë, dëgjoj mirë, gjithmonë bëj atë pjesën e interpretimit, qoftë televizjes, qoftë para 2 ditësh unë thash që Belinda Balluku po bën ca lëvizje çuditshme. E kupton? Dhe mua këtu më shkon. Dhe unë jo pa qëllim më thoshe që Rama nuk e heq dot, Belinda nuk e do heqën dhe Rama po pret vendimin e gjykatës dhe urdhëro, kjo doli. Po ti në parlament ku ndodhen këto, mendoni që ka ditë gjë Rama ose Belinda për atë që do ndodhte sot? Jo më, s'din asgjë ata. Kanë të pushim. Nuk din gjë ata. Ora Rama nuk e di se çfarë do ndodhi nesër. Ora nuk di çfarë do ndodhi sot. Leti se çfarë dalin ca në për media e tregojnë se e disha unë, se e bëja unë, se dite ky, se e bënde ky, absolutisht asgjë. Edhe ato mesazhet Belindës unë thash, ata i qisim vetë këta për të heqë vëmendje, se Vodafonin e kanë vetë, edhe AMC-n e kanë vetë. E kupton? Kompanit i kanë vetë, i nxirrsin vetëm për të heqë vëmendje dhe për ta shfryer. Gjithë ata për ta shfryer. Por nuk është kjo. Politika nuk është. Zoti Merkoçi, e fundit se ju mora shumë kohë dhe zgjata shumë, po Belinda nëse për shembull kishim rastin e Veliaj që atëherë edhe në media u aludua që shiko ka kraun, ka Sorosin në mbështetje. Ka një lop këtu, një mik atje, sikur e tham pak më lart. Po në këtë rast zonja Balluku ka ku të mbështetet jashtë ose brenda? Ka. Ku? Ka. Si. Unë po ju them që ka grupi më të fortë. Brenda apo jashtë? Dëgjoj mirë. Dhe Rama prandaj nuk ishte i fuqishëm për ta shkarkuar. Kjo besoj se është mjaftueshme. Rama nuk kishte, dhe unë jo pa qëllim, qysh ditën që ka dalë Belinda nga Spaku, që është marrë si pandeu, unë kam deklaruar Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk është i Zotit ta heqë. Nuk ka fuqi ta heqë. Pra e mbyllim aty ku e nisëm që një gjyqtar pra del më i fortë se kryeministri. Jo, nuk del gjyqtari më i fortë. Jo, të kuptojmë drejt, ligj është ligj. Rama priste. Dhe këtu mund të jetë bërë dhe test, unë e quajta në një moment e quajta test kundër Ramës. Pra, qoftë Amerika po bën një test dhe thotë, mos i jep masa, nuk i jap masa arresti. Dhe do ta shoh, ky njeri do ta shkarkoj apo jo. Pra, themi atë, ore, ai idioti që thotë që Rama se shkarkoj dot, e shkarkoj, kjo apo se shkarkoj, ta provojmë mirë. Dhe doli që nuk e shkarkoj dot. Pra Rama edhe moralisht, politikisht, unë kam thënë Rama politikisht, moralisht është i rrëzuar. Nuk ka kusht ta rrëzoj. Kjo opozit nuk e rrëzon dot. Por Rama është i rrëzuar. Në të gjithë veprimin që ka. Vërtet dhe Erion Belia kishte Sorosin në krah, dhe e ka Sorosin në krah. Dhe mos shifni gjithë lëvizjet që ka bërë Europa, i ka bërë kundër Ramës, edhe kur doli që u tallë me diellin. Janë njerëzit e Erion Belisat. Por mos harroni shërën që u kam deklaruar që ka bërë Rama me Velia në Amerikë. Kur Rama i tha ty pushka top të bof, tha po unë pa ta bon nuk ka le dhe e qojnë burg. Pse? Se tu brenda fondit Rama
është i fuqishëm. Ai, unë jo po koti them që Rama ka ndërtu mafia në shtet. Mafia në shtet kështu funksionon, kështu vepron. Po këta s'kanë as moralin e mafjas. Kjo është e keqja. Ta mirë që e kam, po nuk kanë as moralin e mafjas. Se këta veprojnë në mënyrë banditeske. Nuk t'jon fikta as kode, as morale, as gjë. Zoti Mirkoç, të falenderoj shumë për bisedën. Ajo që pritet të ndodhë është mjaft mister, po deri në fund vitit, tek ajo që ju keni parashikuar ne do flasim prapë.